أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجعل لكم خلفاء الأرض أإله معه الله قليلا ما تذكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. Falenderimet, lavderimet, lartësimet i takojnë vetëm atij Allahut, krijuesit të gjithësisë, sunduesit të gjitha botrave. Atë falenderojmë i cili na dha sy që ne të shohim begatitë dhe mirësitë e tij. Atë falenderojmë i cili na dha veshët që ne të ndëgjojmë begatitë dhe mirësitë e tij. Na dha zemrën, mendjen që ne të jemi falenderues atij. Na dha gjuhën që ne ta madhërojmë, ta lartëmadhërojmë, ta lartësojmë, ta falenderojmë, ta përmendim. Atë Allahun sunduesin e zemrave dhe shpirtërave tonë e falenderojmë posaçërisht për një begati nga begatitë më të mëdha, ajo është begatia e udhëzimit. Dërgojmë selamet dhe selavate për pejgamberin sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi, mbi familjen e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin pasun rrugën e tij deri në ditën e llogarisë. Të ndershëm vëllezër dhe motra, ne me lejen e Allahut fuqiplot vazhdojmë me xheliset e hajrit të dobishëm të mirë, me xheliset ku mundohemi që sa më shumë të përmendim Allahun fuqiplot, me xheliset ku mundohemi që ta përsosim, ta plotësojmë edebin, moralin, edukatën, ahlakun ton. Kemi arritur tek një përmendje e shkurt, për kujtimi shkurt, kemi filluar me kapitullin e parë, ai është kapitulli i respektit ndaj prindërve apo prindërit, ku e kemi përmendur hadithin e parë të cilin Imam Buhariu e kishte shënuar, por para asaj Imam Buhariu e kishte titulluar kapitullin e parë me ajetin wa wasayna al-insana biwalidayhi husna. Ne ju kemi obliguar që ti nderoni, respektoni prindërit tuaj. Dhe e kemi përmendur hadithin shkurtimisht ku Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu e kishte pyetur pejgamberin alayhi salatu wassalam, cila është vepra më e dashur, më e mirë, apo më e dashur apo më e afërt tek Allahu fuqiplot. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte përgjigjur në pyetjen e parë namazin në kohën e tij. Abdullah ibn Mas'udi vazhdoi dhe pyeti pejgamberin alayhi salatu wassalam, pastaj tha birrul walidain, respektimi, nderimi i prindërve. Dhe Abdullah ibn Mas'udi nuk u ndal me këtë pyetje, me këto dy pyetje, e pyeti pejgamberin alayhi salatu wassalam, thumma e cila pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam u përgjigj dhe tha jihad fi sabilillah, përpjekja, mundimi në rrugën e Allahut fuqiplot apo me emrin e Allahut fuqiplot. Ne vazhdojmë me hadithin e dytë të këtij kapitulli, duke përfunduar inshallah me lejen e Allahut kapitullin e parë, dhe do fillojmë kapitullin e dytë me lejen e Allahut fuqiplot. Imam Buhariu shënoi hadithin e dytë apo transmetimin e dytë në këtë kapitull. Ai është thënia e Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, ku thot: Ridha rabbi fi ridha il-walid wa sakhata rabbi fi sakhati il-walid. Kënaqësia e Allahut është me atë njeri, me një kuptim të lirë apo me një përkthim të lirë. Kënaqësia e Allahut është me atë i cili, me të cilin janë prindërit e kënaqur me të. Subhanallahu, përmendone. Dhe thot, vazhdon, dhe pa kënaqësia apo hidherimi, idhënimi, mërzia e Allahut është me atë me të cilët janë të hidheruar prindërit e tij. Subhanallahu, përmendone. E kemi hadithin e parë, transmetimin e parë, ku Imam Buhariu, me do e mos nga urtësia e tij, e shënon hadithin ku Abdullah ibn Mas'udi kërkonte kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Me hadithin e parë, kurse Abdullah ibn Omeri apo Buhariu e shënon transmetimin e dytë duke na treguar se kënaqësinë e Allahut do të arrijmë kur do të jenë të kënaqur prindërit tanë. Subhanallah. Dhe hidherimin e Allahut do të arrijmë kur do të jenë prindërit tanë të hidhurur me ne. Subhanallah. Pra mendoni sa ka nga ato të cilët ne kemi thënë edhe më parë, nuk i kanë prindërit e tyre. Do jepnin çdo gjë që ti kenë. Po sa ka nga ato të cilët i kanë gjallë dhe nuk i respektojnë dhe nderojnë.
Sa ka nga to të cilin ne ndëgjojmë nga dita ditës, mos respekti në prindërve është gjëja apo një ndër gjërat më të famshme të sotëm. Dhe paramendojnë të ndershëm vëllezër dhe motra, ku ne duhemi të jemi nga ato të cilët e kërkojnë kënaqësinë, dashurinë e atij Allahut fuqiplot. Paramendojnë ku Imam Buhariu në këtë libër me të cilën ne inshallah taala do të shoqërohemi, kishte shënuar 644 kapituj. Nga 644 kapituj, 24 kapitujt e parë janë për respektin ndaj prindërve. Edhe nga 24 kapituj, apo nga 1322 hadithe transmetime, 46 hadithe janë vetëm respektimi, nderimi i prindërve. Duke ditur se ndoshta edhe 10 herë më tepër, Imam Buhariu nuk kishte transmetuar apo nuk kishte shënuar hadithe respekti ndaj prindërve. Por i kishte përgjithur disa nga ulemat kishin thënë se Imam Buhariu nuk i shënoi të gjitha. Arsye e parë nga kriteret e tija dhe arsye e dytë ishte mos teprimi i shënimit të argumenteve të mëdha me të cilën ne duhet të preokupohemi që të respektojmë, nderojmë prindërit tanë. Paramendoni ku Imam Tirmidhiu shënon një hadith ku pejgamberi alayhi salatu wassalam kishte thënë: nga mëkatet e mëdha janë shirku, bërja shok Allahut fuqiplot. E dyta pas saj e shënon Imam Tirmidhiu dhe thot mos respektimi i prindërve. Dhe vazhdon dhe thot vrasja dhe betimi i rrejshëm. Duke ditur mi se Allahu fuqiplot i mallkon, subhanallah, i mallkon ato të cilët nuk e respektojnë, nderojnë prindërit e tyre. Ne lutim Allahu fuqiplot që mos të jemi ne nga ato të cilët Allahu i ka mallkuar. Të kemi kujdes të madh. Ne me lejen Allahut fuqiplot do vazhdojmë me kapitullin e dytë, ku Imam Buhariu i lidhen kapitujt me një farë kuptimi, ku kapitulli i dytë është birrul apo respekti i nënës. Subhanallah. Imam Buhariu e fillon kapitullin e parë birrul walidain, dhe me thonë respekti ndaj prindërve, dysi. Dhe mandej kapitulli i dytë vjen respekti ndaj nënës, duke treguar se me kapitullin e parë nuk do t'i respektojmë prindërit të dy, por në kapitullin e dytë na tregon se nëna e ka një farë gradet më të lartë, një nivel më të lartë, një drejgje më të lartë se sa babai. Ku dhe transmeton hadithin e parë nga Muavi ibn Hejde, ku thot: kultu ja Rasulullah, men e berru. E ka vetë pejgamberin alayhi salatu wassalam Muaviu dhe i thot: cili e meriton mirësinë më të lartë? Kush është ai i cili e meriton mirësinë më të mirë? Pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot: ummuk, nëna jote. Men e berru e pyet për herën e dytë dhe i thot ummuk. Subhanallah, Muaviu a thu se ishte në të njëjtën pozitë, në të njëjtën vend, në të njëjtën kohë me Abdullah ibn Mas'udin. Nuk u kënaq me përgjigjen e parë, me pyetjen e parë, as me pyetjen e dytë. Dhe vazhdon dhe i thot: men e berru, thot ummuk, pejgamberi sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi. Thot nëna jote për së treti. Dhe mandej i thot: men e berru, pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot: abak thumma aqrabu fal aqrab. Babai yt, babai pastaj të afërmit dhe të afërmit. Allahu akbar. Subhanallah. Muaviu në mëson shumë dhe Abdullah ibn Mas'udi në mëson shumë që ne të jemi nga ato të cilët e kërkojnë të vërtetën, e kërkojnë diturinë, kërkojnë të mirën, kërkojnë se si të arrijnë kënaqësinë e Allahut fuqiplot, kërkojnë se si ta përsosin, plotësojnë mirësjelljen, edukatën e tyre, edebin, ahlakun, moralin e tyre. Por subhanallahu, paramendoni përgjigjen e pejgamberit sallallahu rabbi wa salam alayhi, thot nëna jote, nëna jote, nëna jote. Paramendoni ku pejgamberi alayhi salatu wasallam don që të na tregon se nëna ka një nivel më të lartë,
por nuk guxojmë që ne ta anashkolojmë edhe respektin, mirësinë ndaj babait. Secili e ka vendin e vet, secili e ka meritën e vet, secili e ka vlerën e vet. Pra mendone ku ne kemi përmendur vetëm fillimet e ajeteve në ligjeratën para, ku Allahu fuqiplon në surën Luqman në ajetin 14 thot: "Wa wasayna al-insana biwalidayhi", dhe vazhdon: "Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn an ishkura li wa liwalidayka ilayya al-masir." Ne ju kemi urdhëruar njeriu, ja kemi bërë imperativ që ti nderoj, respektoj prindërit. Bi walidayhi, dysi. Dhe thot, nëna e ka bartur atë, ka duruar, ka bërë mundin e madh, ka bërë sabër, subhanallah, ka lënë kohën, ka bërë sprov shëndetin e saj, kohën e saj, pasurinë e saj, çdo gjë për ty dhe mu. Dhe Allahu fuqiplot thot, ndarja e tij apo e foshnjës nga xhiri është brenda 2 vitesh. Dhe vazhdon: "Ne i tham atij, kuj secilit nga ne, e ne shkureli që të më falenderoj mu, kuj Allahu fuqiplot. Ai është krijuesi i gjithësisë, sunduesi i çdo gjëje, krijuesi i çdo gjëje, subhanallah. Ai neve na krijoi, prindërit janë sebeb. Së pari Allahu ja fillon ajetin, ne ja kemi lënë njeriut, apo e kemi bërë obligim njeriut që t'i respektoj prindërit. Na kujton mundin e nënës. Dhe pastaj thot: "E nishkurli wa liwalidayka." Subhanallah, përmendon Allahu akbar. Kërkon Allahu që ne ta falenderojmë atë sunduesin e gjithësisë. Dhe me njëherë pas falenderimin ndaj tij, thot: falenderimin ndaj prindërve. O thot: ilayya al-masir, na kujton se ne të gjithë do të jemi nga ato të cilët do t'i kthehen atij Allahut fuqiplot. Se cilin nga ne do ta preset ditën e fundit. Vetëm se Allahu fuqiplot është ai i gjalli i vërtetë. Dhe ajeti i dytë, të cilin ne poshtu e kemi përmendur në surën Ahqaf, ajeti 15, ku Allahu thot: njeriun e kemi porositur, apo njeriut e kemi porositur të ta respektoj prindërit, t'i respektoj, t'i nderoj ato. Dhe me njëherë na kujton, nga ajetet të shumta, na kujton rëndësinë e nënës, na kujton atë që shpesh herë ne i harrojmë. Allahu akbar. Dhe thot: nëna e mbart atë me mund dhe me mund e lind. Ai mbartet dhe ushqet me gji për 30 muaj. 30 shahran. Dhe kur arrin në moshën e burrërisë dhe i mbush 40 vite, 40 vite, ai thot: të ndershëm vëllezër dhe motra, disa nga ajetet Kur'anit, të rradhjan ato nga të shumt ajetet Kur'anit famlar, Kur'anit fisnik, i kanë sebepet, arsyet e tyre. Edhe ky ajet e ka sebepin e arsyet e tij. Para mendone ku arsye e tij është Ebu Bekri radiallahu anhu, subhanallah, Ebu Bekr as-Siddiq. Kur Ebu Bekri i kishte transmetuar hadith, shumë nga ato e transmetojnë, thosë se Ebu Bekri radiallahu anhu i kishte 18 vite. Mori rrugë për tregti, vendosi që të shkojnë në rrugë për të bërë tregti. Ishte Ebu Bekri i njohur për tregti. Dhe subhanallah, përmendone ku i kishte hasur apo njohur një prift. Dhe duke folur me këtë priftin, këtë prifti e vetën, kush është ai Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, kush është ai Muhammedi alayhi salatu wassalam. Ebu Bekri i tregon kush është ai Muhammedi, i shpjegon kush është Muhammedi, ja Rasul, subhanallah. Ja tregon vlerën e Muhammedit alayhi salatu wassalam. E njofton priftin me Muhammedin. Edhe prifti çka i thot?
ky është ai I cili unë jam I lejmëruar se do të vijmë pas Isis ibn Maryam, pas Isait alayhi salam. Dhe subhanallah, Ebu Bekri u bin 100%, me do e mos u bin me fjalët e priftit, dhe tha me të vërtet kë është pejgamber, kë me të vërtet është I dërguar I Allahut. Dhe paramendone ku shkaku I këtij ajeti është kur Muhamedi alayhi salatu wassalam I mbushi 40 vite, kurse Ebu Bekri I kishte 38 vite, dhe Allahu fuqi plot filloi shpalljen e tij, dhe ky ajet u shpall. Dhe u shpall duaja ku vazhdimi I këtij ajeti, Ebu Bekri radiallahu anhu transmetohet bëri dua Allahut, bëri lutje Allahut fuqi plot. Dhe thot: قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. O Zoti im, me frymëzo që të falenderoj. Nuk I tha Ebu Bekri ishte tregtar, një këshillë e vogël. Ebu Bekri ishte tregtar I njohur për atë. Nuk I tha Allahut, ja Allah me jep pasuri dhe më tepër, me jep bereqet në pasuri, me jep dunjallëk. Por çka I tha? O Zoti im, më furnizo që të falenderoj ty. Allahu Akbar. Dhe vazhdon të thot, për begatit që ti mi ke dhënë mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira, amelen saliha, me të cilat ti do të jesh I kënaqur me mu, do të jem në umbredhen e dashurisë, kënaqësisë tënde. Çka kërkon Ebu Bekri? Ebu Bekri kërkon kënaqësinë e Allahut fuqi plot, kërkon që ati ti falenderoj që Allahu të jetë I kënaqur me të. Dhe çka I thot? Me jep pasardhës të mirë. Dhe e përfundon Ebu Bekri radiallahu anhu dhe I thot: të këti kthehem I penduar dhe ty të dorëzojm ja Rab. Vetëm ty të dorëzojm o Zoti im. Subhanallah, një nga duat e shpeshta, një nga duat e njohura tek ne. Ajo është dua të cilën ne e bëjmë në çdo tashahhud, në çdo namaz. Ajo është Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumun hisab. Allahu Zoti na fal neve, me fal mu, Rabbana ighfir li. Zoti na fal neve. Wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumun hisab. Me fal mua, mi fal prindërit e mi dhe besimtarën në ditën e llogarisë. Subhanallah, për mendon e të ndershëm vëllezër dhe motra, Allahu fuqi plot në këto 3 ajete dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam, wallahi wa billahi wa tallahi, neve në nevojitet shumë dhe shumë kohë që ne I të dhëmë shumë dhe shumë ajete dhe hadithe, por këto janë disa shkurtesa, disa kujtesa që ne ta ruajmë moralin e debim mirësjelljen ndaj tyre. Me do e mos këto ajete dhe hadithe neve na mësojnë vlerën dhe rëndësinë e madhe të prindërve, vlerën dhe rëndësinë e madhe respektit dhe nderit dhe dashurisë ndaj tyre. Me do e mos Allahu fuqi plot na mëson se ne jemi të obliguar që të respektojmë, të nderojmë ato. Allahu na kujton se ato janë sebeb të krijimit tonë në këtë botë. Na kujton se çka bën ato prindër për ne, sa ka nga ato ja Allah që I ndëgjojmë prindërit e tyre I nëna e lindi. Ato rritën, u shkolluan, u udhëzuan, prindërit I udhëzuan, po subhanallah, para mendon të ndershëm vëllezër dhe motra, ato I harrojnë ato begatitë dhe mirësitë e prindërve dhe të Allahu fuqi plot. Ato I pohojnë ato ja Allah. Bëjnë nga ato të cilët I shkelin ato të mira. Subhanallah, para mendoni ja Allah në çfarë kohë ne gjendemi. Duke ndëgjuar dhe lexuar nga ulemat, subhanallah, ndaj këtij libri Adabul Mufrad të autorit Imam Buhariut, shumë nga ato thonin se Imam Buhariu kur e shkruaj ti u bë aktuale. Mbas një kohe nuk u dit për këtë libër.
Nuk u përmend për këtë libër. Mbas kohës dhe kohërave gjithmonë u aktualizua rëndësia e këtij libri, subhanallah. Para mendone ku në këtë kohë, vallahi, në shumë vende të botës, shumë nga ato ulemat e sotëm e komentojnë, shoqërohen me këtë libër, duke na kujtuar rëndësinë e madhe të edebit, rëndësinë e madhe të mirësidhjes, edukatës, ahlakut. Të ndershëm vëllezër dhe motra, me do e mos nga këto ajete ne kuptojmë shumë, jemi të obliguar që të respektojmë dërojmë. Jemi nga ato të cilet të obliguar që të falenderojmë Allahun për këtë begati që na dha prindërit. Sa ka nga ato të cilet janë jetim, pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte jetim, lindi jetim, ja Allah. Po neve na edukoi dhe mësoi sikur të ishte babai dhe nëna e tij gjallë. Subhanallah, para mendone, jetimi neve na mësoj si më i mirë, na mësoj se si ne ti respektojmë dërojmë në formë më të mirë, më të përsosur. Na përletësoj moralin e debin ton. Imam Buhariu vazhdon dhe në këtë kapitullin e dytë përmend hadithin e dytë, transmetimin e dytë dhe përfundon me këtë hadith. Kapitullin e dytë është hadithi i Ata ibn Yasir, ku thot أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني. Erdhi një njeri tek Ibn Abbasi, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, dhe i tha Abdullah ibn Abbasit një njeri, kurse Ata ibn Yasir ishte prezent. E ndëgjoi pyetjen e këtij njeriu ndaj Abdullah ibn Abbasit dhe i tha: vendosa që ta fejoj, që ta martoj një vajzë. Dhe ajo refuzoi. Wa khatabaha ghayri fa ahabbat an tankihahu. Dhe çka? Shkoi tjetri e kërkoi për grua, edhe kjo pranoi. Dhe çka thot ky njeriu? Fa ghirtu alejha fa qataltuha. Allahu akbar. Dhe unë u bëra xhelos e vrava atë vajzë. Allahu akbar, subhanallah. Para mendone çka thoti Abdullah ibn Abbas, i thot, unë desha që ta martoj një vajzë, e dëshirova, por ajo refuzoi, tjetri e lypi dorën e saj, ajo pranoi, unë shkova vrava. Allahu akbar. Dhe para mendone çka e pyet ky personi, i thot: fa hal li min tauba? A ka tauba për mu? Allahu akbar. A ka pendim për mu? A do t'i me fal Allahu mu? Që i thot Abdullah ibn Abbas, i thot: hel ummuka hayya? A është nëna jote gjallë? La hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah, para mendone në këtë moment Ata ibn Yasir ndëgjon dhe i thot: unë vrava vajzën, e vrava një njeri. Abdullah ibn Abbas i thot: a ki nanën gjallë? Ja Allah, i thot: a ka pendim për mu? I thot: a ki nanën gjallë? Subhanallah. I thot: le. Dhe Abdullah ibn Abbas i thot: tub ila Allahi azza wa jall wa taqarrub ilayhi ma stata'ta. Pendohu tek Allahu dhe afroju atij sa më shumë që të mundesh. Së pari, një nga këshilla apo një nga mesazhe nga këtij hadith është që ne duhemi të kemi kujdes kujt i bëjmë pyetje. Të kemi kujdes se kënd ne e pyesim. Së pari, subhanallah, ne kujtojmë rastin ku pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregoi dhe thot, i tha sahabëve, shokëve të tij: a dini ju se ishte një njeri në mesin tuaj i cili kishte vrarë 99 njerëz? Dhe shkoi tek një njeri me të cilin thonin se ky është namazhi, ky është besimtar. Dhe shkoi i bëri pyetje: unë kam vrarë 99 persona, 99 njerëz. Dhe po të njëjtën për afërsisht pyetje: fa hal li
min taube, a ka pendim për mu? A pranon Allahu pendimin? Ky tha njëri, jo, si ta pranoj Allahu ty pendimin, 99 persone ke vra, edhe ke vrat këtë person. Dhe ky person ndëgjon se ka një njeri i cili e lartë madhëron Allahu fuqi plot, e falenderon atë, shoqërohet me librën e shenjt dhe shkon dhe i bën pyetje atij, a ka teube për mu? Ky i thot po. A ka kush i cili ta mbyll derën e pendimit tek Allahu fuqi plot? Ky thot jo, pendimin e pranon Allahu fuqi plot. Allahu e ka hapur dyert e pendimit. Dhe para mendone ku Ibn Abbasi i thot çka? Tub ila Allah, pendohu tek Allahu fuqi plot, u qarrib ilej, dhe afroju atij sa më shumë që të mundesh. Por Ata ibn Yasir i bjen një paqartësi dhe çka bën? Shkon te Ibn Abbasi dhe i thot, pse e ke pyetur njeriun a ka nanën gjallë? Ai të tha ty se i ka vra, domethënë ka vra atë vajzën, ka vra njeriun, dhe ti i thua a ka nanën gjallë? I tha, inni la a'lamu amalan aqraba ila Allahi azza wa jall min birril walida. Unë nuk e njoh, nuk jam i informuar se ka vepër me të dashur, me të afërt tek Allahu fuqi plot, se sa respektimi, nderimi i nënës. Allahu akbar. Ka nga ulemat atë të cilët e kanë komentuar këtë hadith dhe thojnë se po ta kishte nënën gjallë, ta respektonte atë, ta nderonte atë, do të fitonte kënaqësinë e Allahut dhe pendimin e tij, që të thot do ta shlynte të keqen me të mirën. Allahu akbar, para mendon subhanallahu alazim. Me parë kemi thënë se nga mëkatet më të mëdha është bërja shok Allahu shirku, dhe me njëherë pas bërja shirkut Allahut është mos nderimi, mos respektimi, mos ndëgjueshmëria ndaj prindërve. Allahu akbar. Edhe para mendone ku Ibn Abbas i thot, nuk di vepër më të afër tek Allahu se sa respekti ndaj nënës. Allahu akbar. Të ndershëm vëllezër dhe motra, për të folur për respektin dhe nderin, mirësinë dhe edebin ndaj prindërve, vallahi, vabillahi, watallahi, na duhet shumë dhe shumë kohë. Por ne vetëm kemi folur vetëm për 4 hadithe nga ato 46, i kemi prekur vetëm 2 kapituj nga 24 kapituj. Dhe për atë arsye të ndershëm vëllezër dhe motra, ne duhemi të jemi nga ato të cilët, në qoftë se ne i kemi prindërit të gjallë, të jemi nga ato të cilët i respektojnë, i nderojnë, janë nga ato të cilët e kanë mirësinë e mirë ndaj tyre, e kanë edebin, akhlakun, moralin, edukatën e mirë ndaj tyre. Në qoftë se jemi nga ato të cilët njëri apo të dy nuk janë të gjallë, të jemi nga ato të cilët pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, nga 3 gjëra vazhdojnë sevape të mirët, e njëra nga ato është e vladi i hajrit i cili bën dua, lutje për prindërit e tyre. Që ne të jemi nga ato të cilët bëjnë dua Allahut fuqi plot, që t'i fal gjunahet atyre, t'i bëjnë nga banorët e xhennetit, të jemi nga ato të cilët Rabbana ghfir li wa li walidayya. Allahumma, Allahu im, Zoti ynë, ne i fal gjunahet neve dhe prindërve tanë. Ne lutim atë Allahun fuqi plot, i cili i pranon duat, lutjet tona, që ta përmirësoj gjendjen tonë në të mirë. E lutim atë Allahun fuqi plot, që ta përmirësoj përsosi edukatën, moralin, ahlakun, edebin ton. E lutim atë Allahun fuqi plot, që ne të jemi nga ato të ndershmit dhe së pari të sinqert. E lutim atë Allahun fuqi plot, që siç na ka bashkuar në shtëpinë e tij, në shtëpinë e Allahut, Zoti i xhamit, të na bashkojë në gradat më të larta të xhennetit Firdaus.